Vladimir, pak më parë the që neve kur kemi nevojë shkojmë te mjeku. E njëjta gjë ndodh edhe kur kemi nevojë shpirtërore, që jemi në kriza të fuqishme që na sjell jeta, shkojmë në xhami, duam të takojmë një person që e njeh fen, e njeh Zotin. Pse njeriu ka këtë nevojë të pakontrolluar kur është momente delikate të jetës? Prezenca të rive është sepse unë shikoj që besimi ju ofron të rive një kënd të veçantë të mënyrës se si mundet të lexohet bota ku jetojmë. Periferia gjeografike nuk është e saktë me periferi shpirtërore. Shpirti është nga qielli drejt për drejt ke njeriu dhe çdo njeri që ka shpirt është po aq i lartë, po aq fisnik pavarësisht hapësirës gjeografike ku është. Pra ç'është kjo bota që të gjithë njerëzit duket sikur shkojnë askund, po gjithë secili ka një program. Pra është një kaos i rregullt. Përshëndetje miq, kam kënaqësinë të kem në këtë episod të parë të podcastit me Jonën, zotin Vladimir Kera, teolog. Vladimir, të falenderoj. Faleminderit Jona. Do flasim sot, sikundër është edhe qëllimi i këtij podcasti, të japim vlera në shoqëri, aq më tepër tek të rinjt, të cilët në syt tan ose më saktë në sytë e mi ndihen pak të rrezikuar për shkak të kohës, realitetit që ndoshta ua kemi imponuar ne, prindrit. Ndaj dhe dua të flasim për besimin e të rinjve. Sa i rëndësishëm është besimi në Zot për formimin e karakterit të një të riu. Jona, faleminderit. Sukseset, uroj shumë sukses dhe të jam sinqerisht mirënjohës jo vetëm për ftesën, por edhe për diskutimin që ke hedhur në këtë vakum, themun, të kësaj kohe. Jo se nuk ekziston besimi, por kam përshtypjen që është i pa vënë re. Njeriu Jona ka 3 boshte kryesore. Ka mendjen, e cila i mundëson njeriu të eksperimentoj, të krahasoj dhe dalë në rezultate. E dyta ka trupin, i cili ti mundson njeriu që ta bëjë të prekshme jetën e vet dhe të ketë mundësinë që të shijoj, të jetoj, të lejë pasardhës, të ketë një formë, pra ku prek edhe një dimension tjetër që është ai shpirtënor. Pra ka dhe shpirtin. Për arsye të kohërave që jetojmë, fokusi kryesor ose piramida kryesore fillon nga trupi tek mendja, shpirti është i fundit. Nëse kemi kohë ta diskutojmë modernitet. Trupi është i pari, pra ajo që duket. Imazhi është i pari, ajo që perceptohet nga të tjerët se kush jam unë është e para edhe për mua. Pra nuk është e rëndësishme shumë si ndihesh, por si perceptohesh. Nuk ka fare rëndësi se çfarë mund të bluash për brenda, por është shumë e rëndësishme mënyra si tjerët të shikojnë si je, dhe ato e krijojnë një farë forme dhe trendin. Asaj që neve na duket e mirë ose na duket e bukur, se kemi një problem me të bukurën. Problem modern është, por kemi problem edhe me të bukurën, edhe me të hijeshmen, edhe me atë që i themi ne të këndshmen, të mirën që ka krijuar Zoti dhe me radhë. Pra kemi krijuar një hierarki ndryshe nga ajo çfarë është në origjinë. Ose si e shikon teologjia. Si e shikon teologjia? Teologjia thotë shpirti është i pari. Sepse aty prodhohen vlerat, sepse teologjikisht njeriu nuk është një qenie që ka vetëm tru dhe me këtë dallohet, pra është qenie e mençur, sepse ne shikojmë që një farë lloj inteligjence dhe minimali kanë dhe gjallësat e tjera. Një farë lloj inteligjence, ne themi pikë parë njeriu është qenie moralshme, e cila pastaj moralin e zbërthen nëpërmjet logjikës, që ka sens për të, dhe e treta është qenie që ka dhe fizik. Pra të tre këto gjëra duhet shkojnë bashkë se s'bën. Dhe hierarkia është e tillë që njeriu ka një inteligjencë emocionale, morale, pastaj ka një racionale, matematikore, pastaj ka një gjendje fizike. E kemi kthyer kokë poshtë, pra mendoj që sot është e rëndësishme, jo se s'është trupi, të lutem, as pamja. Është shumë e rëndësishme. Por ka një hierarki sepse është mendja e para, është mendja, pastaj është shpirti, është ajo inteligjencë emocionesh. Dhe pse kemi nevojën e sot, sepse për vetëm fakt se është çekuilibruar rendi i gjërave. Pra, ne si qenie nuk dallojmë thjesht se flasim, por ne flasim edhe me etikë. Se një farë lloj gjuhe kanë edhe shpendët, edhe gjallësat e tjera.
Ne nuk është puna se vetëm thjesht ushqehemi. Ne ushqehemi gjë që na bën dobi, po kemi dhe etikë se këtu dallojmë në ushqim. Mënyra si servirim, mënyra si konsumojmë, mënyra si çfarë ndodh me atë që nuk konsumojmë. Shumë e rëndësishme edhe kjo. Çfarë ndodh me tepricën? Po. Si sillemi ne me të panevojshmen? Me tepricën, me atë që nuk na duhet tashmë. Si kemi marrëdhëniet ne? Flakim, shikojmë kush ka nevojë, shpërdorijmë, se këtu tregohet etika, pra ajo që për cilën unë flas që është shpirti. Dhe mendoj që rinia, jo vetëm rinia, mua më rezulton nga herë 10 vjetrit. Kanë jashtëzakonisht shumë nevojë për një dimension etik, shpirtëror, moral. Si ti sjellim të rinjt, thonë kam me të rinjt, po dhe njerëzit në përgjithësi, si ti afrojmë në besim? Çfarë të bëjmë neve ose ju që jeni teolog, jeni të gjithë kohës në përditshmërinë tuaj, në kontakt me njerëzit? Si duhet sillemi me ta? Si duhet të bëjmë neve atë shembullin e mirë që t'i afrojmë edhe të tjerët në besim? Mendoj që besimi është emergjencë sot. Shiko, besimi është nevojë për mendimin tim. Pra, po çështjet emocionale dhe mendore kanë një problem se nuk kërkojnë gjë kur mungojnë. Përndryshe nga ushqimi. Pra, ushqimi thret kur ka mungesë. Ka një sens urie. Mendja dhe shpirti nuk e tregon këtë. Por njerëzit që rrethojnë atë që ka mungesë e ndjejnë. Për shembull, deri vonë ne nuk e konsiderojmë problem smundjen sentimentale. As nuk i kushtojmë vëmendje, as asaj mendore. Pra, për shembull, probleme psikologjike ne nuk i trajtojmë si problem. Madje përkundrazi, për shembull, ne mundohemi ti kamuflojmë, ti fshehim, ato duhen ti jemi koshient, ti ekzaminojmë nëse është e mundur, dhe ti kurojmë nëpërmjet ekspertëve të fushave. Sepse të gjitha problemet e brendshme kanë një gjë jona. Bëjnë 2 procese të pavetdijshme këne. 1 i kërkojnë edhe jashtë, 2 nëse u mungojnë i krijojnë. Pra një njeri për shembull, ka një mungesë të ekuilibrit shpirtëror, ti je i sigurt se do e kërkoj edhe jashtë atë. Si do po ke një fjalë, ti mund thosh 10 fjalë, kapëm tek ajo që i përshtatet smundjes time. Dhe filloj krijoj gjendjen që nuk ishte, po unë e krijoj sepse e kam përzbrëndshmi. Në shumicën e rasteve, ti je i sigurt se konfliktet e jashtme janë thjesht reflektimi i disa konflikteve të brendshme. Qofshin emocionale, qofshin psikologjike, qofshin sentimentale, qofshin për arsye të mosbesimit apo të besimit gabuar, apo shumë lloj formave që ne krijojmë jeta. Se besimi është, edhe mosbesimi është i farë lloj besimi. Lutem. Është i farë lloj besimi, pra, të mos besosh. Është një lloj dogme, është një lloj ideje që unë apo ti kush e ka, nuk ka hyrë deri thellë të shkojë në fundin e asaj që nuk beson. E qartë. Se çështja e besimit e diku është besimi i saktë. Kur ti e din përfundimin, pra shkon deri në fund. I shkon pyetjes deri në fund, përpiqesh ti shkosh deri në fund pyetjes tënde. Mundohesh vazhdimisht deri në fund. Ku shkon? Çfarë ndodh? Pse për shembull, po marr këtë rast në thojza klerikët, përpiqen të hedhin tezat e veta deri në fund, edhe ti ekzaminojnë dhe rrin për i kohë gjatë. Kanë edhe format e veta të meditimit, të studimit, të analizave, sepse duan të shkojnë deri në fund kësaj që kanë nisur. E gjithë gjëja vazhdon këtu. Si mundet rinia të kthehet në besim? Për mua sa më shumë të hyj dhe të ulëmtoj këto 2 botë. Çfarë ndodh me emocionet? Çfarë ndodh me ndjenjat? Çfarë ndodh me pasigurinë? Çfarë ndodh me atë që ne i themi shpirt? Ç'ndodh ndodh me atë gjë që ne e quajmë jetë? Pse ka një fund kjo jetë? Si është e mundur? Pse duhet ta ketë një herë? Po. Kur unë nuk e kam të dëshira, dëshirat e mia janë pafundme, po të kesh vënë re. Dua pasuri pafund, dua kënaqësi pafund, dua gjëra të bukura pafund, e dua të bukurën e përsosur dhe prandaj nuk bie rahat asnjëherë me asgjë. E dua jetën pafund, nuk jam dakord me vdekjen, por është një realitet. Atëherë, siç e thotë dhe Descartes, në mënyrë ekzemplare për mendimin tim, fakti thotë që unë kam të ndjesi, tregon që vdekja s'është fundi, se unë s'duhet ta kem ndjenjë. Pra, nuk mund ta kem ndjesinë asgjës, e gjë që s'është. Fakti që e kam është për atë, sepse unë e kam. Nuk mund të kemi idenë asgjës, as ndjesinë asgjës. Por nëse nuk do të ketë një jetë të plotë,
Pse duhet ta kem ndjesinë e pafundësisë? Pse duhet? Pse unë kam ndjesinë e limitit? Pse se kam dëshirën që këtu mbaron atë kaq duhet ta kem dhënë dëshirën. Po. Fakti që kam diçka për te asaj, nuk e dua këtë që ndodh, po kjo është realiteti i madh. Mos tregon thot në të njëjtën kohë që ka diçka për te kësaj. Fakti që unë kam imagjinat të jashtëzakonshme, i kalon kufit e fizikës. Po. Mos tregon për një gjë që është e plot, është e pafundme, është i ka të gjitha. Dhe për vetë faktin që unë kam pjesën, atëherë do të jetë dhe plota. Pra unë jeta është e pjesë më jetë një jetë e pafundme. Bota është e kufizuar, të ketë diçka të pakufizueshme, sepse unë kam një dëshirë të madhe për të pas gjëra pa kufizuar në dorë. Të gjithë të rinjt dhe ne bashkë, të gjithë njerëzit duhet i kenë këto pyetje esenciale. Në modernitet nuk ka kohë për të bërë këto pyetje, jemi sinqert, sepse jemi kohën e shpejtësisë dhe çdo gjë duhet ndodhë shpejt, duhet marrë shpejt, duhet kryhet shpejt. Nuk e di pse kemi këtë nxitim, madje unë shikoj që edhe në rast të fatkeqësie njerëzit janë shumë nxitur. Por nuk ka kohë të meditoj, për shembull, i ka ikur nëna, babai, po e di unë. Më shpejt thosë kam lënë një gjë. Çfarë mund të kesh lënë për shembull? Çka ka më të rëndësishme? Ja, po kjo është pra, asaj nuk e din çka ka më të rëndësishme, asun nuk arrit dot ta kuptoj, edhe ai vet po ta bëj pyetje në një moment, po të ulet, çfarë ka më të rëndësishme se kjo asaj vetë se din fatkeqësisht. Por e din që është diçka shpejt. Është një kohë të shpejtësisë ku dhe i riu, për shembull, po të vesh re, duke sikur don ta konsumojë rininë e vet, nuk ka kohë të ndaloj ta shijoj. Po është periudhë jashtëzakonshme. Të gjitha pyetjet që të vijnë janë të mira. Nuk ka gjë të keqe që ndodh njeriu në jetë. Qofshin edhe pyetjet pa vend që mund të vinë në mendje, gjitha janë të mira. Po dish, ti marrësh, ti konsumosh si duhet, ti adresosh si duhet dhe ti analizosh si duhet. Të gjithë kjo kohë që kalon ti është e mirë. Më erdhi një herë një djalë më tha që është shumë bukur. Tha Vladimir mos smu nëna para një kohë, thotë unë jetoja në Angli. U ktheva thotë edhe 1-3 muaj ditë thotë isha në spital me të gjatë. Dhe pastaj caktimi asaj vdiq, domethënë, kështu ishte. Mirë po thotë falendrova Zotin që domethënë qëndrova me 93 muaj. Se mund të kishte vdekë dhe direkt edhe mund mos rria fare. Unë kisha diku thotë 3-14 vjet në Angli thotë dhe siç e ka jeta jon, pra që se kuptojmë se si e ka kjo këtë fill dhe këtë fund. Thotë mirë po unë jam prap falendrues që qëndrova 3 muaj me të. Të lutem, po të kuptosh ngjarjet merr të mirën e tyre. Patjetër. Pra merr një mësim të madh nga jeta në një farë forme. Dhe unë jam për këtë për të rit. Le të hulumtojnë më shumë veten, ta njohin më mirë, ta eksplorojnë më mirë dhe se njeriu ka 3 përkufizime për veten, Jona. Si e shikojnë tjerët, si e shikon ai veten dhe si e ka krijuar Zoti atë. Si e shikojnë tjerët, varet çfarë perceptimesh. Do rrish gjithmonë si themin edhe penge disa perceptimeve dhe mos njohje e mirë e vetes. E njerëzit njohin disa sekuenca tonat. Nuk njohin atë të plotën, no? Pra, e dyta si e njohun, edhe unë mos kem kapacitet duhur ta njoh veten. Zoti thotë e kam krijuar në formën më të mirë. Në pamjen më të mirë, në një botë të jashtëzakonshme emocionale, shpirtërore, mendore, imagjinare, ti vetëm eksploro. Sa më shumë ta njohësh atë, aq më shumë do kërkosh autorin. Kush është autori i jashtëzakonshëm i këtij krijimi? Rasia vallë është absurd, asgjëja po më absurd se e para, kërkon një autor. Dhe kush njeh veten do njohë Zotin, thot Gazaliu. Pra, do shkojë drejt njohjes së madhështisë së krijuesit vet. Neve përballemi sot me të rinj, unë kam një djalë adoleshent dhe gjatë komunikimeve shpesh herë vëre që ndodh që të rinjt dhe të adoleshentët sot po ndihen gjithmonë më bosh shpirtërisht, por i kanë të gjitha. Më shumë se asnjëherë tjetër, sot të rinjt kanë çdo gjë. Por ndihen bosh, nuk ndihen të plotësuar shpirtërisht. Si të punojmë me këta fëmijë, me këta adoleshent? Jo, në mendoj që çdo gjë që neve na rrethon ka nevojë të kuptohet qëllimi përfundimtar i asaj që ne zotrojmë. Pra në fund fare për çfarë është? Mendja qetësohet kur kupton shkak pasojën, shpirti nuk rahatohet deri kur kuptoj mirë
qëllimin përfundimtar të një gjëje që unë zotroj. Sepse shpirtet, në përgjithësi për shembull të kesh vënë re, një njeri që ka respekt edhe të don, nuk është i rahatuar nga pyetjet që të bën dekur të tregosh fiks fare çfarë do bësh. Jo se nuk e ka mendjen aty, po shpirti nuk gjen rahati. Dekur të kuptoj qëllimin përfundimtar. E vërtet. Ta asoj gjëja që ai zotëron. Mjetet, nëse nuk kuptohen se cili qëllim i shërbejnë, në vetë ato të kthejnë boshllëk. Sepse nuk të tregojnë përfundimin e gjërave. Njeriu ka nevojë për mjete, po ka nevojë edhe për qëllime. Në momentin kur zotron shumë mjete, po nuk din për çfarë i ka, automatikisht kthehet një boshllëk ose konfuzion. Ose do t'i luftoj për shtimin e mjeteve, dhe kthehet mjeti në qëllim vetë dhe mjeti ka një gjë që ka fazën e euforisë, ka fazën e normalizimit, ka fazën e neverisë. Tri faza kanë mjetet. Në fillim, iPhone 7 Pro Maxi është euforik, kur ta marrësh do normalizohesh, pastaj kur është teta. Dhe jo, po duhet teta. Duhet, po duhet teta. Dhe domosdoshmërisht duhet dal teta. Se nëse nuk del teta në kohë, ky është bezdisshëm. Morën fund. Nuk na bën punë. Dhe kur vjen teta, vjen me terma të jashtëzakonshëm. Fuqia në dorën tënde, preke botën. Këtu është jeta. Termat janë shumë fort, sepse ti fillon në euforia nga fillimi. Prandaj do ketë që materia të kthehet qëllim vetvete, duhet të ketë se s'bën seri. Pra, kur them duhet të ketë seri, ka rroba duhet të ketë stin, duhet të ketë mod, duhet të ketë sezon. Nëse s'ka sezon është problem. Nëse s'ka moda e vjeshtës, e verës, e dimrit, nuk vlen, të shitet më. Kështu duhet të kenë ushqimet. Kështu duhet të kenë produktet. Gjithmonë çdo gjë këtë duhet ketë, sepse duhet që në mënyrë që ta kthejmë qëllim vetvete. Tashmë, nëse mjetet nuk kanë një qëllim përfundimtar që na qetëson shpirtin, gjithmonë do kthehen në një rreth vicioz ku njeriu është konsumator në vazhdueshëm dhe vetëm ajo gjë që shton konsumin. Po jo njohjen eksakt pse më duhet. Pra, pse më duhet familja? Cili është qëllimi? Thjesht për bërë fëmijë? Për shembull, po marr një rast. Apo ka një qëllim shumë më të madh? Apo ka një shpirt shumë më gjerë? Apo krijon një atmosferë shumë më të madhe? Apo është adhurim, një nga adhurimet e mëdha të Zotit që neve na ka kërkuar, që nëpërmjet familjes ju krijoni strehen e shpirtit edhe nëpërmjet saj Zoti është më i kënaqur dhe jeta është më e mirë, pra çfarë qëllimi kanë vetvete? Paraja çfarë qëllimi ka, biznesi çfarë qëllimi ka, çdo gjë çfarë qëllimi ka. Në momentin kur njeriu ose një pronar, për mendimin tim, e konsideron punëtorin thjesht si një aset dhe jo si vlerë, këtu e kthen në produkt. Dhe në momentin kur largohet nga kompania, ai nuk është se ka humbur një vlerë, i ka humbur një produkt që zëvendëson një produkt tjetër. Po në madhe, do shhudhem pak më shumë lekë dhe do zëvendësojmë një produkt. Po njeriu nuk është produkt. Është vlerë e pazëvendësueshme. Dhe dashje pa dashje, edhe ai që ka ardhur në punë shikon pronarin si produkt, dhe ky e shikon atë si produkt, pra kemi një shkëmbim produktesh dhe prap ngelin pa kënaqur. Dhe fëmijët dhe të rinjt, ai është i pakënaqur se nuk e di pse. Çfarë qëllimi ka esencial kjo gjë? Pra, çfarë i ngop, çfarë më bën i jep jetës time më shumë sens kuptimi? Të gjithë njerëzit mundet të bëjnë një veprim, po është tjetër ai që e kupton qëllimin përfundimtar të veprimit. Kush është roli kryesor të cilin nuk e bëj këtë gjë? Pse unë duhet të kem respekt për prindërit, për shembull? Fundit vetëm bën, nuk u thash. Po t'i kthem produkte, do të vijë kjo pyetje. A ky shoku këtu, po më shok, mirëpafshim, çfarë punë kam atë? Mësuesja për shembull, çfarë rëndësi ka nëse s'mbjem si mua, pse duhet të kem vlerë kjo për mua? Po më thënë herë tjera, mjeku unë nuk kam respekt për mjekun pse takon rrugë. Kur kam nevojë. Pra, unë e dua njeriu ku më duhet. Pra, jam i varur nga ajo që u përfitoj nga tjetri. Jo nga vlera që mbart. Unë respektoj vetëm thjesht se ka bluzën rrugë,
sikur asnjëherë mos shkoj. Sepse është vlerë. Po. Është vlerë e kësaj shoqërie. Kështu mendoj unë boshllëku vjen parasysh mos njohës qëllime përfundimtar të gjithë gjërave që na rrethojnë. Vladimir, pak më parë the që neve kur kemi nevojë shkojmë te mjeku. Po. Jo kur jemi mirë. E njëjta gjë ndodh edhe kur kemi nevojë shpirtërore, që jemi në kriza të fuqishme që na sjell jeta, ne shkojmë dhe shkojmë në xhami, duam të takojmë një person që e njeh fen, e njeh Zotin. Pse njeriu ka këtë nevojë të pa kontrolluar kur është momente delikate të jetës? Shiko, ka e vërtetë është kjo, njeriu nga nevoja, do të si thuash, njeriu kur smuret i bëhet doktor gjithkush. Pra, po të kesh vëren edhe kur kemi një smundje të thjeshtë, gjithkush ta jep një recetë për shembull. Provo këtë, provo atë, kam provuar, ka shëruar mua, sepse është moment krize, moment krize njeriu nuk e ka as qetësinë, as urtësinë që të kuptojë dhe të analizojë rrugën e duhur. Fakti që shkojmë nga nevoja, kjo nuk tregon diçka të shëndetshme. Ne do shkojmë nga arsye, nga pjekuria. Për shembull, njeriu shkon ke mjeku edhe nga niveli i pjekurisë që ka, bën një kontroll. Po. Çfarë mund të kem? Sepse parandelon nevojën akute ku zgjidhja mund të jetë fatale ose mos ke zgjidhje fare. Po gjithsesi pranohet si ardhje edhe nevoja. Sepse njeriu ka dy nivele kur trajton një problem. Ka një nivel racional dhe kur dështon racio automatikisht shfaqet një aspekt tjetër që ai s'ka qenë i vëmendshëm shpirti. Në jetë. Për shembull, si mund ta komentosh një nën kur marton vajzën e vet dhe qan nga gëzimi? Fakt duhet qesh. Pse duhet qaj për shembull? Pse ka nevojë të lotoj? Sepse kapaciteti i racionalitetit të anës logjike që është gjë e mirë, e te i kalon kur i shfaqet shpirti. Shpirti shfaqet një emocion tjetër. Shfaqet këndarja. Mendja është okay, jam shumë i lumtur se po e martoj. Por jo, por kur del ke shpirti nuk del e njëjta gjë. Do të shfaqet lotimi sepse kjo është realiteti. Edhe njerëzit, në momentin kur humb racionaliteti i gjës, pra çfarë të bëj me mendje, shkoj deri diku dhe ndaloj. Nuk kam përgjigje. Automatikisht shfaqet një zë tjetër, që është shpirti. Dhe njerëzit në çfarë do lloj situate, sa herë të kenë këtë krizë gjithmonë të ngrenë sy të lartë. Me vetdi apo vetdi. T'jen apo s'janë koshient. Sepse shfaqet një dimension tjetër që ai nuk ka qenë i vëmendshëm për atë dimension, pa ai është aty. Ke vure për shkakun. Po. Gjithmonë njerëzit beson apo nuk beson, nuk ka rëndësi, ai kthen ka një intuit të rikthimi direkt nga ajo që është hyjnore, që është lart. Sepse i ka mbaruar logjika tashmë, nuk ka më çfarë të bëj logjika. Pra nuk shpjegon dot në një nivel racional çfarë ndodhi. Nuk ka më shpjegim nëpërmjet dijes së vet, kapacitetit vet se si mund të jap zgjidhje. Dhe automatikisht kur mbaron ky dimension, njeriu i kthehet asaj që është ana shpirtërore. Për shembull, kur vdes ose kur i merr përballë një gjendje të njeriu të afërm, unë këtë kam hash ke një ideal ateist, më ka thënë që shumë interesant. Thot nuk dija çfarë të bëja, thot Vladimir. Ua po e shikoj që babai po vdiste, thot po. Isha totalisht i dorëzuar, nuk kisha asnjë përgjigje. Çfarë bëj pra? Jetën s'ja ndaloj dot. Nuk ja kthej dot. Ka marrë pra mjekë thon përfundoj këtë çështje tash, është çështje tjetër tashmë. E vetmja gjë thot që më erdhi në mendje është paktën të lutem. Po thash shne, thash ti se ti ateist, ç'pun kemi lutje. Po nuk dija ç'a të bëja tjetër pra, nuk kisha asnjë çfarë të bëja, më thuj. Pra nuk kisha asgjë tjetër nga ato që unë dija të bëja. E vetmja gjë që mund bëja momentalisht ishte ajo që ishte përtej aspektit material, pra fizik. Që ishte lutja, mendova që mund ta shoqëroj me vete dhe ai ka bëjë gjën e duhur. Po. Sepse kjo është ajo që shfaqet shpirti pra. Po. Humbet racio dhe shfaqet shpirti. Mendoj që njerëzit gjithmonë kur të kalojnë krizat materiale, logjike, fizike me radhë, ju shfaqet ana shpirtërore. Ajo që është një nga rezervat më të mëdha që mbart njeriu, por në momente krize ajo shfaqet sepse i vjen roli, i vjen momenti që ai duket. Po
për ata njerëz që e kërkojnë ose kanë atë pjekurinë e duhur, të shkojnë, të kërkojnë besimin, atë shpresën, pa pasur kriza. Thjesht janë kurioz, kanë pyetje brenda vetes tyre. Çka ka ndryshe nga këta njerëzit e tjerë? Kam përshtypjen që, shiko, çdo njeri ka një rrugë të vetën, Jona. Unë mendoj që çdo krijes që ka krijuar Zoti ka një rrugë të vetën për ta bërë. Po duhet ta bëj ai. Askush se bën për atë, një farë forme. Dhe në momente të caktuara, në situata të caktuara, në ndërhyrje të mendjes në lojë, ku njeriu fillon dhe kupton që ka ikur një pjesë e jetës, ose në momentet caktuar kur ai shokohet nga e surprizon jeta për mirë apo për keq. Njeriu t'i lindin pyetjet ekzistenciale, si thot Aristoteli, pra janë esenciale. Pse, ku, çfarë, si. Këto janë pyetjet e jetës, thotë. Pse ndodhi kjo, ku, si dhe çfarë. Pra, në mënyrë të vazhdueshme, kur vijnë ngjarje të mëdha në botë, vjen fëmia i parë një jetë për shembull, ose të vdesin prindrit për shembull, ose kur martohesh për shembull, ose ka disa momente ku njeriu i bën disa pyetje esenciale. Ç'mrekulli ka bërë, për ç'është kjo mrekulli? Që erdhi. Ç'është kjo mirësi e madhe? Edhe sa më shumë zgjerohet një jetë, aq më shumë i vijnë këto pyetje. Pra sa më diapazon gjëra të ketë, për shembull kur u thon, kur shikon krijimet jashtëzakonshme të natyrës dhe të universit, njeriu t'i vijnë pyetjet esenciale. Këtu fillon ndërgjegjja, intuita, logjika, racionaliteti zgjohen. Dhe fillon njeriu kërkon. Kush është autori? Si ndodh kjo gjë? Çfarë, pse kështu dhe pse jo ashtu? Pra ç'është kjo botha që të gjithë njerëzit duket sikur shkojnë askund, po gjithë secili ka një program. Pra është një kaos i rregullt. Fix. Është një kaos i rregullt, pra çdo njeri jeton, lëviz, ka mendime, ka botë. Kur njeh më shumë njerëz, më shumë shtohen pyetjet. Pra si ka mundësi? Çdo njeri ka një mendje ndryshe, ka një logjik ndryshe, ka një është botë e madhe shumë e jashtëzakonshme. Atëherë janë disa pyetje, të cilat dikush i mbyt aty kur i bën, dikush tjetër i ndjek. Dhe fillon. Pra, të lexoj, të kërkoj, të kuptoj, të lexoj ato që kanë kërkuar të tjerët. Qofshin filozofë të mëdhej, qofshin teologë të mëdhej, qofshin mendimtarë të mëdhej, të cilët e kanë dëshmuar tashmë rrugën e tyre të ecjes. Asnjë rrugë nuk është njësoj, asnjë njeri nuk e përjeton gjërat njësoj, dhe këtu shfaqet ndryshmëria dhe madhështia prapë krijimit. Sepse ne si jemi asnjë njësoj. Edhe kjo është e bukur, se si jemi njësoj. Dhe unë mendoj që këto njerëz kanë filluar thjesht ta zgjatojnë këtë pyetje, pra t'japin jetë. Nuk e kanë mbytur momentin kur ndodh. Kanë kërkuar rrugën për t'i dhënë një përgjigje. Ka njerëz që e mbysin aty për aty. E ç'më duhet. Ka vazhduar tashmë, të vazhdoj si gjithë tjerët. Dhe vazhdon në rutinën e jetës. Ka njerëz që nuk është kështu. Ndalojnë dhe meditojnë shumë thellë. Dhe fillojnë dhe sodisin, pra, dhe nxjerrin madhështinë e krijimit në mendjen e vet. Apo të lexosh për shembull shkrimtarë të mëdhej, qofshin të letërsisë apo të filozofisë apo të gjithë shkencave tjera, për mendimin tim janë pikërisht to pyetje që i shtyn dhe ato nxjerrin zbulime të jashtëzakonshme, që i kanë bërë dobi botës, sa për ta njohur atë më mirë. Qofshin ligjet e fizikës, qofshin biologjisë apo të kimisë apo të psikologjisë apo të filozofisë dhe teologjisë, nisën nga këto pyetje. Vladimir, vin të rinj në xhami? Si sa entuziast raporti është shtuar, sa vjen e shtohet më saktë. I prezencës së trive. Ajo që rezulton në një pjesë e mirë janë edhe të shkolluar, dhe kjo më pëlqen, sepse është tjetër kur një besim vjen nëpërmjet dijes, nëpërmjet arsyetimit, është tjetër kur një besim vjen nëpërmjet meqense po besojnë këto, po besoj dhon. Po. Është tjetër. Nuk po vej në dyshim nivelin e besimit. Kush ka më lart apo jo, mund të ketë dikush nuk kam punë fare, sepse është çështje e Zotit, edhe shqyr që është atij, kam thënë shpesh herë Jona. Shqyr që parajsa dhe çështjet e shpirtit janë dorë Zotit. Dhe shqyr nuk janë dorë klerikëve.
Sepse po t'ishte në dorë tonë, për shembull, unë do fusja në paraqe në ato që njoh unë. Ose dua unë. Dhe fatkeqësisht do nxjerrë nga paraqe ato që urrej unë, më thoj za. Kuptoj. Po t'ishte në dorë klerikëve, fal, Zoti është në dorë të Zotit. Por prezenca të rive është sepse unë shikoj që besimi ju ofron të rive një kënd të veçantë të mënyrës se si mundet të lexohet bota ku jetojmë. Shumë bukur. Ofron një kënd. Shiko, për shembull, unë për shembull kam studiuar pak edhe Toratin, edhe Biblën, edhe Kur'anin kam studiuar më me detaje. Librat hyjnor nuk do merremi me ndarje tipike teologjike. Ofrojnë një botë shumë gjerë. Edhe shumë të bukur. Pra, shumë të madhe, me shumë ngjyra. Ofrojnë disa postulate për jetën të jashtëzakonshme. Që mendoj dhe besoj që nuk i gjen dot tjetër kund. Por nuk mund t'i gjesh. Shumë e vërtetë. Që janë aq reale, që të flasin aq drejt për drejt, edhe të flasin ty për një farë forme të mundsojnë një lloj pavarësie të rrugës shpirtërore që mund bësh. Librat hyjnor, do je ti dhe libri. Nuk ke ndërmjetës, nuk ke pengues, nuk ke duhet vish se s'bën nga unë që të shkosh atje. Jo, je ti dhe libri, për në farë dhe forme ti dhe fjala e Zotit. Edhe sa herë që ta lexosh, ti sa më shpesh ta lexosh, të re, gjithmonë gjen diçka. Sepse jo, ai është i njëjtë, por nuk je ti. Po, pikërisht. Pra ndryshon ti. Dhe sa më shumë zgjerohesh ti, aq më bukur e kupton atë. Për shembull, është madhështora, për shembull kur po marr një gjë në Kur'an, për shembull. Thot Zoti, kur t'ju vi dikush me ndonjë lajm, sqarohuni në mënyrë që mos t'akuzoni dikën me pa drejt. Dhe të bëhemi pishman për atë që thatë. Është jashtëzakonshme për çdo njeri që të paktën ka një media në dorë, mendoj unë. Po. Mendoj unë, postulati i jashtëzakonshëm. Apo një politikan, apo ne në përditshmërinë tonë. Minimumi sqarohu, është e vërtetë? Një, a është lajmi i duhur? T'ja them tjetrit se ndoshta s'është e duhur. A është i drejtë t'ja them? Mos je dhe e drejtë t'ja them. Pra ka shumë gjëra. Ose për shembull kur Isai për Krishti kaloi një vend thot bashkë me apostujt, pan një kufom dhe apostujt vendosën ato pëlhurat e bardha për të mbuluar fytyrën. Ndërsa Krishti tha, interesant, tha, akoma dhëmbët tha që kanë bardhë. Tregon që pasa që njëri i pastërt. Në shumë të këqija që mund shikosh ke njerëzit, ajo fokusu ke një pikë mirë. Shikoj janë. Pra mundesh të marrësh të mirën. Edhe nga diçka. Edhe nga diçka që mund të duket e keqe. Dhe pra hulumtoje të mirën, pra bëhu kërkuesit mirës, ha. Siç është ajo që tha, në jetë do të takosh dy lloj njerëzish. Disa që mbjellin gur, disa që mbjellin grur. Ti fokusohu që ka i që mbjell grur, se nga një mund zjerë 10. Jo te guri, se guri po gur ngel, po ta mbjellësh sa herë dush ti. Varet ku do përqendrohesh. Dhe besimi të jep të fokusohesh ka ajo gjë që të bën dobi. Dhe unë shikoj këtë ri që këtë kërkojnë. Që cilat gjëra mund na ndihmojnë që të na bëjnë më shumë dobi. Ardhja në objektet e kultit. Ardhja nga nxënës që janë të mirë. Mendoj që i bën më të mirë, më shpirtënor, më për tjetrin, jo vetëm për vete, edhe pse njeriu duhet mendoj për vete, por edhe për tjetrin. Patjetër. Se mira shijohet kur ndahet. Jemi qenie komunitare. Patjetër, mbi të gjitha. Më tolerant, më shpirtënor, me urtësi të qasim i gjërave, se kur beson që është Zoti i lartë, jo se ti nuk e kërkon drejtën tënde dhe duhet ta kërkosh drejtën. Unë nuk jam për këtë që lëshoj gjitha, jo, sa Zoti nuk është për këtë. E mban drejtën tënde, po thjesht ki pak durim dhe urtësi të kuptosh, pra ipi pak kohë vetës të kuptosh, a është fikse drejta jote apo s'është. Kaq. Domthon durimi, që themi ne bëhu më durimtar, durimi nuk është të ulesh dhe të presësh. S'është durimi i duhur ky. Që më po duroj. Durimi është japësh kohë vetës të kuptosh kush është gjëja e duhur. Në një moment ku ti nuk ke kohë të kuptosh kush është gjëja e duhur. Kaq, ky është durimi i shpërblyer dhe i pëlqyer tek Zoti. Ti të japësh vetes kulturën, pra të dëgjosh tjetër deri në fund ku do të dalë.
Ose ta pyesësh edhe një herë, mos kishe qëllim të fiks apo nuk e kishe këtë fiks. Se sa t'ja kthesh direkt. Durimi për këtë duhet, pra të kesh të pjekuri që ti gjesh atë urtësinë ta dërgosh deri në fund gjë. Po në përrethe, nuk e di sa informacion keni. Se Tiranën e dim, është kryeqendra, sigurisht që edhe numri i të rinjve kanë përshtypjen që do jetë më i lartë. Në përrethe si funksionon? Sa janë afër besimit? Unë kam pas një përvojë, kam lëvizur në përrethe. Më shumë edhe në ju kam qenë, edhe në veri kam qenë, kam lëvizur. Pra në përgjamia, përgjësi, kur ndaloj të falem edhe shikoj të ri edhe i takoj përgjësi. Një pjesë shikoj që kanë kuriozitet. Janë kurioz, pra një pjesë vin nga ajo që themin nga nevoja. Një pjesë vin edhe nga tradita. Atë gjyshin, babaj, edhe vazhdon traditën e vetë. Por akoma mendoj që ne jemi deri diku fajtor. Madje e kthej një farë forme nga tërësia e kësaj që ne bëjmë, sepse periferia gjeografike nuk është e saktë me periferinë shpirtërore. Shpirti është nga qielli drejt për drejt ke njeriu dhe çdo njeri që ka shpirt është po aq i lartë, po aq fisnik pavarësisht hapësirës gjeografike ku është. Sepse nuk ka ardhur për shembull një gjë me vlerë nga qendra me pikën ku je ti. Ndërsa tek hyjnorja nuk ka qendër çdo gjë. Çdo gjë është qendër. Aty ku je ti është qendra. Pra, për arsye të modernitetit që jemi ne, që i vlerësojmë gjërat sa më afër qendrës që janë, bëjmë një gabim, vlerësojmë edhe shpirtet e njerëzve në raport me këtë gjë. Mu më rezulton herë dhe e kundërta, që njerëzit sa më afër qendrës dhe garës së madhe për influencë dhe për imazh dhe për dukje dhe për shfaqje dhe për zënje hapësire janë aq më pak shpirtënor bëhen dhe aq më në periferi e dërgojnë shpirtin. Sa më shumë hapësirë ka në rrethe, në periferi, sa më pak konkurrencë ka, sa më pak garë ka, për çfarë do bësh garë në fundit, aq më shumë është dhënë hapësirë dhe shpirtit. Pra gjej nganjëherë më shumë pasuri shpirtënore, më shumë dashamirësi, më shumë nuk e di është sinqerisht se nuk e hyj kësaj se s'kam, unë shikoj çfarë më jep mua. Si thuash, në qendër flitet më shumë për teknikën, më shumë për zotrimin, më shumë për të zënë. Në periferi shihim më shumë për të lënë. Më shumë hapësirë për të liruar, për shembull, kanë më shumë mikpritje, më pak mundësi. Ka më shumë mundësi, ka më pak mikpritje. Më shumë është për të ta treguar ty që ai e zotron diçka se sa ta ndaj me ty. Në qendër. Në periferi ai ta tregon për ta ndarë, jo për ta mbrojtur. Pra ai për shembull thot kam këtë baçe, hajde merr. T'jap disa hurma dhe ty ose disa moll dhe ty. Pra me po ne duke e parë nga qendra, në vlerësojmë pasurinë shpirtënore që ka tjetri. Jo se në vlerësojmë thjesht ne, po them që nga që nuk prodhon para ajo pasuri dhe për këtë arsye ne se kemi futur në treg. Kjo dialektik është e rrezikshme, nuk është e lehtë dhe nganjëherë na verbon dhe neve. Por nuk do të thotë që një njeri në qendër mund mos jetë një të kohë me vlerë shpirtërore. Patjetër. Pra, sepse i mirë tha, nuk është ai që s'ka mundësi të bëj keq. Unë jam i mirë si kam bë kujt keq, për shembull ky term, që unë jam dakord. I mirë je kur ke mundësi të bësh keq dhe ti s'bën. Dhe kur ke mundësi të bësh mirë dhe bën. Pra i thotë si kam bën njeriu keq, po mos kesh pas mundësi ti bësh keq. Që nuk tregon që je i mirë. Po prandaj njëherë njerëzit kur janë të pushtetshëm. Nganjëherë për shembull has edhe njerëz që janë në qendër, po janë të mirë. Se kanë pas mundësi të bëjnë keq dhe s'kan bërë, dhe kanë pas mundësi të bëjnë mirë dhe kanë bërë dhe bravo ju qoftë, po shpirtin e tyre mbi të gjitha. Patjetër. Dhe në krahun tjetër mund gjesh njerëz që thjesht ka pas mundësinë të bëjë keq, ëh. Pasuria jona, pushteti, zotrimi gjëran vetvete nuk janë të këqija, mjetet. Ato vejnë në pa atë që ne jemi realisht. Shumë e vërtet. Në një moment caktuar. Pra një njeri i mirë, për mendimin tim, i ekuilibruar zbrëndshmi,
Pasuria jep mundësi ta shfaqë dhe jashtë. Pushteti jep mundësi ta shfaqë dhe jashtë. Mjetet I japin mundësi ta zgjatojë, se mjetet janë zgjatimi. Shqisë e zgjatur. Pra, kur më thot mua që ky njeri nuk qej, kur ishte I varfër që djali mirë, tha. U bëj pasur, kështu ka qenë, thjesht u ka dhënë mundësia ta shfaqë. Absolutisht ky ka qenë realitet. Se thënë për sa që sa ran lek për shembull. Po ky ka qenë realitet, nuk ju ka dhënë mundësia ta shfaqë. Pra unë jam me këtë që njeriu thjesht nuk ju ka dhënë mundësia ta shfaqë të mirën apo të keqen e vet. Por ta dish që nëse të has apo takon njëri të pasur të mirë, dije që ky në origjinë kështu është. Mbart është dhe më I mirë brenda. Mbart edhe shumë më shumë mirësi brenda. Sepse ai ka arritur pavarësisht thjesht ka shfaqur atë që mbart për zbrandshme, që ka fatmirësisht, ka njerëz të pasur që bëjnë mirë. Absolutisht. Ka njerëz ka sa dush, ashtu si do gjeni një jetë njerëz që thjesht ju ka dhënë mundësi apo po të ketë shfaq mirësi të jashtëzakonshme. Më aq sa ka ai mundohet ta shfaq mirësinë e vet. Dhe prandaj për shembull ndonjëherë përpiqen që të bëjnë. Po jam mbart atë të mirë dhe ne nuk duhet të jemi neglizhent. Po. Ai e mbart aq sa ka mundësi ai. Po mund të hasësh atë varfër që pra aq mundësi sa ka të vogël më të bëj mirë sa bën. Mendon të kundërtën, pra kthehet në të kundërt sepse thash, është mënyra se si është edukuar në përgjithësi për zbrëndshmi njeriu. Tani në fund të këtij podcasti dua të më thuash një porosi për të rinjt që neve t'u apërçojmë këtë mesazh atyre. Më thënë drejtën, unë futem në sfidë kur kam kështu porosi për të rinjt, sepse nuk dia jam I duhur apo mund të them gjën e duhur, por më shumë duke u qasur nga vetja ime, them që çdo fazë e jetës duhet jetuar në atë fazë që është. Të jesh adoleshent nuk është gjë e keqe, është shumë e bukur, po ta kuptosh mirë si fazë. Të jesh një situatë caktuar është përvojë, të jesh një sfidë caktuar është mundësi, të psosh në jetë ndonjë goditje mund të jetë edhe mësim I madh. Nëse din ta kalosh, nëse ke pjekurin, të pyesësh njerëzit e duhur, të këshillohesh me njerëzit e duhur. Çdo gjë që kalon jetë është një farë lloj forme dhuratë. Mos e merr sikur vetëm ty të ka rënë, nuk ka rënë tjerë para ju, teje. Do t'i kalojnë dhe njerëz. Thjesht gjej urtësinë edhe përvojën për ta kuptuar çfarë po ndodh. Mundohu ta kuptosh këtë dhuratë madhe që na I themi jetë. Një herë vjen. Një herë ti jepet mundësia pra të jetosh. Nuk jepet dy herë. Jetoje me kulturë, me dinjitet, me respekt. Respekt për veten mbi gjitha. Përpiqu të gjesh anën, të hulumtosh brenda vetes, të kuptosh anën më të mirë tënde. Nuk është turp të kesh një problem shpirtëror, as psiqik. Turp mos ta drejtosh. Nuk është turp mos ta dish gjë. Turp është vazhdosh në padije. Mos gjesh pyetjen, mos të eksplorosh çfarë po ndodh. Mundohu të respektosh të vjetrit sa të mundesh. Madje ti thuash faleminderit dhe atij që thot jo, se të dha mundësinë të ecësh vetë. Pra, kur kërkon diçka nga dikush dhe s'ta jep, jo se s'ka, po mos mundet. Pra falenderoj se të dha mundësinë ta jesh vetë. Pra, ne ti jesh I bindur që njerëzit që të rrethojnë, je mesatari atyre që të rrethojnë. Atëherë, po mundet të zgjedhësh mendimet, sepse mendimet krijojnë shqetësimet dhe njeriu udhëhiqet nga shqetësimet, ke bërë gjën e duhur. Pra shife çfarë mendon, të lutem zgjidhi sepse mendimet e gabuara prodhojnë shqetësimet gabuara, tërheqin gjërat gabuara. Mendimet e mira prodhojnë gjëra të bukura dhe tërheqin gjërat e mira. E dyta, shiko me çfarë rrethohesh, se dashje pa dashje mesatare atyre që sillen rreth nesh. E treta, shikon në çfarë vendesh rri. Vendet lejnë gjurmë, ndryshe kur rri një vend jo të mirë, ndryshe kur rri një vend të mirë. Shtëpia dashje pa dashje, po të jep nga mirësia saj, familja. Shkolla, edhe sikur mos të jesh shumë nxënës I mirë, klima që ka, dia që përcillet, merr diçka. Po xhamia, po kisha, po libreria, po biblioteka, po japin diçka.
parqet, vendet japin diçka ndryshe, klubi është ku pijet alkool, ku luhet bixhoz, ku ka fatkesi zhurmë, kakao, s'ka tym, dashje pa dashje do marrësh, edhe po ti je djalë i mirë, pa e kuptuar do bëhesh i keq. Dhe do vish në një fazë që as ti nuk e di pse u bëri keq, as ai tjetri që ke shok nuk e kupton pse ti i foli keq. Pra, do futesh një kaos. Kështu që kjo për mua është e gjitha. Përmbledhur në këtë paragraf, ke përmbledhur të gjitha pikpyetjet që janë sot në kokën e të rinjve dhe adoleshentëve. Shumë faleminderit. Faleminderit juve. Faleminderit ju.